Mirë po, mund të thëmë tarifa doganore kanë qenë shkaktari kyç, mendoj, ka qenë do thot goditje për ekonominë evropiane, mund të thëmë, sidomos për gjermanët dhe francezët në këtë rast, pa lënë edhe Angli, por mund të thëmë në unison gjithë antarët e Unionit Evropian në rreth politikave tregtare të Amerikës që do të ndërmarkahen në raport me Unionin Evropian. Mendoj që tëra kjo tregon një thyrje jashtëzakonisht të madhe në këto raporte. Mund të them që edhe Alianca në aspektin e sigurisë dhe sidomos me atë që nënkupton umbrellën e mbrojtjes së Evropës, ka pësuar, mund të them, një plasaritje dhe mendoj që edhe vetë pakti NATO-s, Alianca më e fuqishme sot në botë, gjendet para sfidave të mëdha, nga se politika amerikane dhe kryesisht administracia e të Trumpit kërkon që 5% GDP-s të shkojnë në atë shkallë që për gjithë antarët, 32 vendet antarët të paktit të Atlantik, duhet të kenë kujdes në këtë pikë. E rëndësishmja për amerikanët është që të rritet volumi i blerjes së armatimit, dhe ky armatim kryesisht do të blehet në Amerikë, sipas politikës amerikane, dhe këto është ajo pojenta që dëshirojnë amerikanët të kenë, mund të them, pastaj një rehabilitim të quaj, apo një lloj paqe me evropianët. Mendoj që kjo ka zgjuar, mund të them, edhe ndryshime të mëdha sa i përket mes asaj çfarë nënkuptojmë real politik dhe politik të interesit gjeoekonomik, dhe mendoj që në këtë drejtim evropianët janë para një sfide jashtëzakonisht të rëndë, sepse në raportet dhe bile mund të them ju e nisë bukur mirë ai skandali që ka ndodhur në mesazhet e dërguara në The Atlantic të një kryeredaktori amerikan, një gazetari, është një fjali shumë interesant atje e J.D. Vance-it, ku thotë e urrej përsëri të ndihmojmë, të shpëtojmë evropianët. Këtë aprovon sekretari i mbrojtjes, Pat Hessel, ku e pranon, thotë jam dakord me jua, është citat kështu i mesazhit, të jem parafërsisht sa më i saktë. Dhe mendoj që gjendemi para një sfide jashtëzakonisht të madhe. Këtë dua ta lidh edhe me një citat të Sven Witkofit, i deleguari i Trumpit për bisedime me Rusinë, rreth konfliktit në Ukrainë dhe bisedime që po zhvillohen, do thotë në Riyadh të Arabisë Saudite. Mirë po është zhgënjyse një citat dhe një fjali e tillë ku thotë decisivisht që Putini nuk ka pretendime të marrë të gjithë Evropën, të aneksoj gjithë Evropën. Nuk ka pretendime të aneksoj gjithë Evropën, do thot një pjesë mundet. Dhe kjo, me thot drejtën nga optika ime në analizë që kom bërë sot, mendoj që nuk na presin ditë mira. Si e shikoni rolin e Turqisë në rajonin e Ballkanit, teksa vendi po përballet me protesta pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit? Ndërkohë një takim mes Mitsotakisit dhe Erdoganit pothuajse është shtyr dhe nuk pritet të mbahet së shpejti. Çfarë po ndodh në këtë rast dhe si mund të shtrihet ndikimi i Turqisë më tej në rajonin e Ballkanit dhe si mund të jenë raportet me Greqinë, duke qenë se dy vendet kanë pasur edhe përplasje të shpeshta pavarësisht se janë dy vende anëtare të NATO-s? Me Greqinë, zoti Quku, kanë problemet, do thot, të kahershme, sidomos me pjesën mesdhë lindor, edhe për burimet energjetike, por edhe gjithë, mund të them, ata ishuj që afrohen të zona turke. Mendoj që asmeria e tillë turko-greke mund të shpërthej, mund të varet nga lëvizjet e ndryshme që ndodhin në real politikën dhe gjeopolitikën e së botërore. Dhe takimi me Mitsotakis Erdogan besoj që për shumë arsye edhe të problematikave të brendshme në Turqi. Do thotë Ekrem Imamoglu, lideri i CHP-s, i partisë tradicionale qysh formuar në vitin 1923,
partisë mund të quajtë liderit të tyre shpirtëror, Kemal Atatürkut. Mund të them që ka pasur një goditje kjo parti dhe ky lider, nga se ajo që flitet për nga antikorrupsioni turk, mund të them një organëve të tyre që kanë bërë ndjekje korrupsioni i tillë dhe ato 11 çanta të mëdha me lek, lira turke apo miliona dollar nuk i dhanë shijet e mirë. Mendoj që nuk gjithë turbulencat e brendshme që sot edhe kësaj dite tash edhe mbrëmje ke protestat të tilla duke i parë edhe mediumet turke. Mendoj që nuk rrezohet dhe nuk rrezikohet Erdogani. Erdogani s'është rrezikuar as me Putin e 16-s në një farë mënyre. Nuk është arrit të suksesi, po them atyre që kanë menduar. As më tepër sot kur ka një ngritje, mund të them, evolim të tij në politikën e jashtme. Do thotë është njëri ndër liderët që konsiderohet bukur, karizmatik. Është në zenitin e tij, prandaj edhe Ekrem Imamoglu dhe CHP-ja e kanë gjetë ndoshta momentin më të papërshtatshëm, sepse është një lider që do thotë ka luajtur rol sidomos në luftën në Ukrainë, pastaj në raportet në lidhje të afërt, marrëzimin e Asadit në Siri, do thotë është meritë e Erdoganit rrëzimi i pushtetit i Asadit në Siri, dhe mendoj por edhe shumë problematika tjera që lindën me lidhjet e mesme, ka rol kyç ka Erdogani, pastaj në Azinë Qendrore, në konfliktin në Armeni-Azerbajxhan, dhe më them një gamë të tëra aktivitete dhe krizave ka luajtur një rol të veçantë Erdogani. Dhe mendoj që viti 2028 mund të sjellë ndryshime. Erdogani ka konsumuar një pushtet bukur shumë, mbi 20 vite. Por turqët nuk e harrojnë të mira që ka ndodhur në periudhën e Erdoganit, sepse industria e armatimit turk sot është, mund të them, në nivelet klasë botërore. Dhe tëra kjo tregon që elektorati turk din të vlerësoj, dhe 2028 mund sjell befasina, mund të vjen një lider opozitar, por besoj që Fidan Hakani Hakan Fidani do të jetë ministri i jashtëm trashëgimtari i Erdoganit, i partisë AK-Partaj, partisë për drejtësi dhe zhvillim. Do të jetë figurë jashtëzakonisht e fuqishme dhe serioze. Opozita e ka Ekrem Imamoglu. Varet procesi që do të shkoj, ai akuzën e ka të dytën për terrorizëm, por tërheqje, ka vetëm për korrupsion, sepse të bisedojsh me organizata ato që kurde nuk është bashkëpunim me terrorizëm, sa ata janë të regjistruara legalisht në Turqi. Por konglomerati i brendshëm i Turqisë është jashtëzakonisht interesant, pej atyre sekteve dhe grupacioneve të ndryshme të besimeve, deri te një popullat që është në këtë rast kurdët që kanë një dominim bukur të madh në lidhjet e Turqisë. Por mendoj që njerëz do të harrojnë, Turqia mbi 20 milion ka votues konservator religjioz. Dhe në këtë drejtim Erdogani luan me këtë kartë bukur shumë dhe i konvenon të luajë me këtë kartë, sepse ai në fjalë fjet për Al-Aqsën atje ose për Palestinën dhe nxit elementet religjioz islam në Turqi dhe i ka për krasniset. Dhe në këtë drejtim mendoj që sot do të ketë ndikim në Ballkan, mendoj që Turqia është një lloj kujdestari, mund të them, dhe telefonata edhe Trumpit me Erdoganin ka treguar që është citati që kanë shpërndarë dhe mediat turke që ti je zotrivi i Sirisë, e ka thujtur Erdoganin. Dhe mendoj që në këtë drejtim edhe në Ballkan luan një rol të veçantë. Mund të them zoti Çuku që në 97-ën një intervenim turk ka ndikuar që të qetësohet situata në raportet shqiptaro-greke. Duhet e deklaratat e Suçilerit në atë kohë. Prandaj mendoj nuk është a kemi ne far simpati apo antipatie në raportet e tilla, por mendoj se ne historinë e kemi ka bardhëzi, por sidoqoftë Turqia që nga Sarajeva, mund të them, por edhe me ekonominë, me investimet në Serbi, ka një ndikim jashtëzakonisht. Meqense investimet tash kanë ble edhe në Gjenova, atje një kompani ajrore shumë të fuqishme sa i përket asaj që njihet të dronave me Italinë, bashkëpunim jashtëzakonisht të fortë. Dhe besoj që sot Meloni, kryeministri i Italisë, është shumë e dashur edhe në Turqi. Këtu do thotë janë ato pikat që mendoj që Turqia ka interesat e veta në Ballkan, në Azinë Qendrore, por edhe në linjet të aftë.
Zoti Bilali, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Zoti Gjuku, ishte kënaqësi, ju falenderoj edhe nga ju dhe kaloni mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.